Ndryshimet e fundit në kabinetin qeveritar tregojnë qartë se Edi Rama nuk po bën reform, por ripozicionon të kontrolluar. Në letër kemi largime të bujshme, në realitet kemi rikonfigurim të njëjtit rreth pushteti, vetëm 6 muaj pas krijimit të qeverisë së re. Largimi i Belinda Ballukut nga posti i vendkryeministres dhe ministres së infrastrukturës shënon fundin formal të një epoke, por jo fundin e ndikimit të saj politik. Balluku del nga skena qendrore, por njerëzit e saj hyjnë më thellë në qeveri. Ky është paradoksi i parë dhe më domethënës i këtij riformatimi. Balluku ikën apo Balluku mbetet? Kjo është pyetje që shumë bën sonte, teksa Rama artikuloi disa nga emrat në të cilët njihet qartas ndikimi i saj. Emërimi i Albana Koçiut si zëvendëskryeministre në vend të Ballukut shihet nga brenda mazhorancës jo si shkëputje, por si zvendësim teknik, pa peshë reale politike. Koçiu nuk vjen si figurë pa varur force, por si profil i butë, i menaxhueshëm që nuk prish ekuilibrat e brendshëm. Ndërkohë goditja më fort simbolike është largimi i Elisës Piropalit nga qendra vendimarrjes politike. Edhe pse nuk është zyrtarisht pjesë e këtij riformatimi, fakti që ajo dhe Balluku dalin njëkohësisht nga qarkullimi i pushtetit real, tregon se Rama po mbyll një kapitull të vjetër të PS-s, por pa guxuar të shpërbëj rrjetin që ai kapitull ka ndërtuar. Emërimi i Ferit Hoxha si ministër i punëve të jashtme është sinjal i qartë se Rama po kërkon qetësi diplomatike, jo vizion të ri. Një ish ambasador i OKB-s, i pa diskutueshëm profesionalisht, por pa peshë politike të brendshme. Ideal për një kryeministër që nuk dëshiron zëra të fortë, por zbatim direktivash. Besfor Lamallari largohet nga drejtësia dhe kalon në të brendshme. Toni Gogu merr ministrinë e drejtësisë. Ky është një shkëmbim karrikesh, jo përgjithsisht. Një ministër që nuk laj gjurmë në drejtësi vendoset në krye të rendit dhe sigurisë, në një kohë kur vendi përballet me kriminalitet, emigracion dhe presion publik. Mesazhi është i qartë, stabilitet politik mbi efikasitet institucional. Të mos harrojmë edhe miqësinë që Gogu ka me ish kryebashkiakun Veliaj, e rithënë edhe publikisht 2 ditë më parë në një nga Prime Time TV-t. Emërimi i Enea Karakaçit në krye të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është prova finale se Rama nuk po shkëputet nga sistemi Balluku, por thjesht po e maskon. Pra ministria më e madhe për tendera, koncencione dhe para publike mbetet në të njëjtin orbit ndikimi, vetëm me një emër tjetër në krye. Çfarë po bën realisht Rama? Rama po heq figurat që prodhojnë zhurmë, por po mban njerëzit që garantojnë bindje. Po largon emra të konsumuar, po jo strukturë që i ka prodhuar. Vetëm 6 muaj pas krijimit të qeverisë, ky riformatim tregon vetëm një gjë: besimi publik është i brisht. Dhe patatja nxehtë e dosive të SPAK ndaj ministrave të qeverisë nuk mbaron me kaq. Balluku dhe Piropali ikin nga skena, por sistemi i tyre mbetet, dhe kjo është ndoshta akuza më e rëndë politike ndaj këtij riformatimi. Rama ndryshon emrat për të mos ndryshuar pushtetin.